Humanizmi, solidariteti dhe vullnetarizmi janë vlera që nuk njohin moshë, por që marrin kuptim të veçantë kur përqafohen nga të rinjt. Këto vlera u vendosën në qendër të konkursit të 11 kombëtar, Rinia dhe Kryqi i Kuq, i zhvilluar nga Kryqi i Kuq shqiptar, me pjesëmarrjen e 10 të rinjve nga gjithë Shqipëria. Në finalen e konkursit, që u zhvillua mes një atmosfere të gjallë dhe bashkëpunuese, morën pjesë skuadra nga degë të ndryshme të Kryqit të Kuq. 3 prej tyre, Tirana, Elbasani dhe Korça, spikatën për përgatitjen. Keni një ngritje goxha cilësore. Çmimet për fituesit u dorëzuan nga presidenti i Kryqit të Kuq shqiptar, Ylli Alushi, i cili në fjalën e tij theksoi rëndësinë që kanë sot më shumë se kurrë vlerat e humanizmit në jetën tonë të përditshme. Këto njohuri ju i përhapni doni apo s'doni në mënyrë të qëllimshme apo edhe të pavullnetshme tek kolegët e shokët e shoqet, tek mjedisi ku ju studioni, ku ju qëndroni, ku ju kaloni kohën më të madhe të punës. Prandaj është me shumë rëndësi që ju të përçoni më tej frymën që ne si shoqata e Kryqit të Kuq dëshirojmë të përhapim në masat e gjëra të rinjve kryesisht, por edhe të njerëzve të tjerë. Skuadra fituese e këtij edicioni ishte Tirana me 129 pikë, ndjekur nga Elbasani me 120 pikë dhe Korça me 102 pikë. Ishte një garë vërtet shumë e fortë, të mi bërë kujtime shumë të bukura me gjithë pjesëtarët e grupit dhe besoj që është një eksperiencë që do e mbajmë më gjatë. Të rinj që morën pjesë krijuan miqësi që të kalojnë kufijtë e një konkursi. Të gjitha këto veprimtari pra që ne i praktikojmë në përditshmërinë tonë si vullnetar të Kryqit të Kuq, këtu i hedhim në letër për t'i prezantuar dhe për të treguar se vërtet jemi vullnetar aktiv tek Kryqi i Kuq.